Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala sahbihi wa mawala. Dita e 5 të Ramazanit. Edhe në këtë ditë si ditë të tjera, me një mesazh, me një përgjigje, për të cilën u pyet I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahun fuqiplot që agjërimit në e pranoj. Për të devotshëm me Allahut na bëj neve e juve. Lusë Allahun subhanahu wa taala që të na takon të na bashkojnë xhenetul firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të dashur agjërues, të nderuara motra. Enzeri Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam u betua 3 herë. Dërguari I Allahut u betua 3 herë duke thënë se wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min ahadukum. Tha wallahi nuk beson dikush prej jush. Tash u betua 3 herë dhe ky betim I shtini sahabët ta pyesin pejgamberin se kush është ai që prej neve nuk beson. Tha njerëz kush është ai që nuk beson prej nesh. Tha alladhi la ya'manu jarahu biwa'iqahu. Ai cili nuk e siguron kojshin e tij nga dëmet, nga të këqijet e tij. Ai cili kojshiet, cilit nuk është I rahatshët, nuk është I qetë. Dhe çdo herë kojshia friksohet se ti mund ta dëmtosh, mund t'i bësh keq. Edhe nuk flen ai rahat, nuk bën gjumë rahat. Nuk është I qetë në shtëpinë e tij, për shkak të veprimeve tua, për shkak të sjelljeve tua, për shkak të fjalëve tua, imani yt nuk është I plotësuar. Nuk je imanli plotësisht, me iman nuk je. Je besimtar, je musliman, por jo me iman të plot. Pse? Sepse njeriu që kalon jetën e tij më afër teje, dhe të cilit ke një obligim të madh, ai nuk është I qetë, nuk është I siguruar. Nuk është I siguruar dhe ai në çdo moment pret një të keqe që mund t'i vjen nga ana jote. Po çfarë të bëj? Çfarë të bësh? Ta bësh që kojshia yt të jetë I qetë, I rahatshëm dhe se ai e din se ti kujdesesh për shtëpinë e tij, për familjen e tij, ashtu siç kujdesesh për familjen dhe shtëpinë tënde. Kojshia yt të mos friksohet se vallë po e spionon, ose po ja këshyr familjen, ose do t'ja vjedhish mallin, ose do t'ja dëmtosh shtëpinë, ose kur kojshia nuk është prezent në shtëpinë e tij, ai nuk është I shqetësuar. E di ai se ti kujdesesh për shtëpinë e tij ashtu siç kujdesesh për shtëpinë tënde. Kur kojshia yt do të ndihet kështu, I qetë, I rahatshëm, duke qenë I bindur se ti je një njeri I mirë, një njeri I kujdesshëm, dhe se ti e ke kuptuar rëndësinë e kojshiut, atëherë plotësohet imani yt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një ditë tha më erdhi Xhibrili alayhi salam, tha çaq shumë më foli për kojshiun, çaq shumë më foli për kojshiun, saqë tha mendova se do të më obligon që të jap trashëgimin kojshiut. Pra çaq shumë më foli për obligojshmërinë ndaj kojshiut, mendova se do të më obligon me trashëgimi ndaj kojshiut. Vëllezër, të gjithë jetojmë nga afër njëri tjetrit. Të gjithë kemi kojshi dhe jemi kojshi të tjerëve. Siç dëshirojmë që të tjerët të sillen mirë me ne, të jenë të kujdesshëm, të jenë të respektueshëm, të jenë të mirë, të butë, njëjtën gjë edhe kojshit ton kërkojnë dhe dëshirojnë nga ne. Kështu që të jemi të kujdesshëm, të sjellshëm, të sillemi mirë me ata, të kujdesemi çka flasim dhe si flasim me ata, dhe me të vërtetë të fusim në zemrat e tyre një paqe, një qetësi dhe një dashuri e cila do ta bëjë që ata të jenë të sigurt e të jenë të rahatshëm, a janë në shtëpi apo janë jashtë shtëpive të tyre. Allahu na bof nga ata të cilët kujdesemi për kojshit dhe u japim hakun kojshive.